Prej Livadit të Margejkës deri te laku i Krys, thjesht e bindet që ka me ekzistu fshati më i bukur turistik në krejt Evropë. Duhet t'i ketë spako 600 shtëpi banimi me etazh P+2, do ketë sektorin e hotelërisë, sektorin e qendrës së përpunimit, plani zhvillimor komunal. Ne kemi bërë 5 vite me miratu, për shkak se nuk kemi hasur mirëkuptim nga Ministria e Ambientit. Dhe në asnjë mënyrë unë s'kam mund me u pajtu që me hek dorë prej Parkut Nacional, me hek dorë prej koeficientit ndërtimit, prej sasisë së ndërtimit në Deçan. Edhe kur i kemi parafru këto, normal që është miratu, nuk është bërë kjo punë pa tension, nuk është bërë pa zhgënime. Mirë po që nuk është dashur me heq dorë. Ke negocu, po. Dëgjom, ato që të thëmë me kompetencë... Shka ka mu maru në 5 prona? Prej Livadit të Margejkës deri te laku i Krys, thjesht e bindet që ka me ekzistu fshati më i bukur turistik në krejt Evropë. Kjo është tendenca, po. Nuk ka me pas fshat më të bukur se sa këtë fshat. Për shkak se është sektori edhe hotelërisë. Një fshat në 5 prona të ndryshme ka me qenë një fshat? Një fshat është një pronë. Një pronë, një fshat. Tjerat? Maja shënim aty, Livadi i Margejkës deri te laku i Krys. Tashmë aty e kemi dërgu rrymen, tashmë aty e kemi dërgu rrugën, tashmë aty e kemi projektu stazën e ciklizmit. Dhe kjo duhet t'i ketë spako 600 shtëpi banimi me etazh P+2, do ketë sektorin e hotelërisë, sektorin e qendrës së përpunimit, do ketë sektorin e arsimit dhe sektorin e shëndetësisë, mrana për mrana, dhe do ketë një teleferik prej qytetit i cili dërgon aty. Dhe po flasim për pamjen më madhështore që ndoshta Republika e Kosovës nuk e din njerëz ku i bjen ajo pjesë, po për ne që jetojmë Deçan, që kemi prek atë vend, e din sakt për cilën pjesë po flas. Po supozoj që kjo është investim privat bashkim. Ky është investim që unë po besoj në variantën më të mirë në dhjetor do publikohet oferta për me dhonë në ndërtim këtë pjesë. E kallëzon për 4 prona tjera? Po, tash po ju hiran, sepse në gjitun me këtë pronë, është dikun në 10 km sipër, është pjesa dërvjeshkomit me Zërovicës dhe logut të Prenës. Kjo është pjesa, është habitati që Zoti ka kriju, që ti me bo ofertë për krejt shkollat e skitarisë, për krejt njerëz që dojnë me u skijat, jo që aty nuk ka edhe ambiente për adrenalin tjera, për sporte ekstreme, mirë po ekziston kjo mundësi në një habitat tepër të veçantë, i cili i kishte jep në mundësi zhvillimi. Dhe po flasim prej këtu ujit, po shkojmë në bjeshkën e Belegut, që storin e bjeshkës Belegut pak njerëz e din, dhe pak njerëz janë marrë seriozisht me këtë storje. Mirë po që është një prej pistave më të mëdha që e ka Evropa, e cila nuk ka hyrë në funksion për shkak të koncepteve politike të asaj kohe, të Jugosllavisë, e cila ka marrë në notë e thuja të edhe prej ushtrisë, në atë kohë që nuk kanë me pas zhvillime në... A ke sunime ndërtu qendër skijimit aty? Po, realisht është projekti që është startu për Institutet Zagrebit në vitet 70-ta, praktikisht në vitin 78 ka qenë i përfundum, dhe ne po flasim për një habitat, nëse mundë me qujtë kështu, për një qendër ku 20.000 skijatorë shohen në njëtin minut, pa e pengun një tjetrin. Është një pistë që e ka supergjin, dhe unë ju kësha sugjeru me ftu Federatën e Skitarisë të Republikës Kosovës dhe me pyet për atë pjesë, dhe me pyet cilat... Mirë, çka do të ndërtohet, kur mendon ti që kemi marrë aprovimet e duhura që aty? Unë kam për detyrë me bo projektin rregullues detaj. Në momentin që e marr aprovimin, unë kam me e qitë në të ndërim këtë pjesë, në procedurë. Për shkak se... A së është ky projekt nacional bashkim? Ishtë është me konë projekt nacional, i cili është pengu si projekt nacional. është pengu, thjesht. Dhe besoj që më këtë dëgju edhe në emisione. Është pengu edhe viteve për para, kur OKEA ka qenë pushtet se se ka bo. Unë kam folë publikisht, sepse nuk e ka pas kur kush idenë, derisa ka marrë dhe në kryetar. Sa e si kryetar? Falë? U bon 8 vite. Ani 8 vite, asë mirë, po 8 vite mujtë mi shty, është shumë e letë për me thonë e diçka. Ama shumë e letë është me vepru dhe për me e bohe. Sepse në atë pjesën e kam që rrymë. Pa drejt, s'kam pas drejt ligjore. Në atë pjesë kam që rrugë, s'kam pas drejt ligjore. Në atë pjesën e kam bo promovim, të tërë është marrit gara promovuese skitarisë. Dhe unë kam marrë një aprovim në asamblejnë komunale, i kam zhvillu kritë procedurat, që me vendos një teleferik, prej 5 milion euro, dhe ka njerëz në këtë shtetë, që është hisma pak se Ministri i Financave, nuk e kanë nënshkru
një garancion shtetëror që komuna i lon. A është fjala për këtë qeveri? Ky ministri i financave. Që komuna, në rast se nuk i kthen këtë kredi për 20 vjet, atëherë e merr përsipër shteti. Dhe në shumë gjëra tjera që përbes nga njëherë edhe më shqetësojmë pse nuk ndodhin. Dhe po flas për pronën e katërt që është tashmë është ndërtim e sipër, që ekziston me vendimet të asamblejës, po ashtu është një projekt plan mirë, por që do të jetë më i detajum. Po flas për shtëpinë bjeshkatare alpine, që cilën e kemi ndërtu në bashkëpunim me shoqatën bjeshkatare Shkëlqen Haradinaj, me IPA fondet, dhe këto janë dikon mas fakti një edhe të produkte turistike, të i përfshi ranqin e kualit, zipline-in, podrumin e Venaris, qendrën e përpunimit, bujtinat, shtigjet e ecjes që janë konektuar me vija Dinarikën edhe me shtigje tjera, e deri te produktet tjera që janë më aksesor